Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar këtu në YouTube, ODM Studio. Për gjithë ju që doni të jeni pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live do të kem një baba të ri në moshë që është braktisur në fakt nga partnerja e tij, ajo është larguar me të dashurin duke lënë me 4 fëmijët e vegjël. Për të gjithë besnikët e live-eve të mia, do njohin menjëherë këtë baba që nga momenti që unë të prezentoj klipin. Quhet Romeo, është nga Lushnja, e ndjekim kur ai ka qenë përpara disa ditëve dhe ka treguar se si partnerja e braktisi dhe iku me një tjetër. Me ka ikur nga 4 kalamaj, pa dinin time fare, as nuk më tha, as nuk më beri, dhe kur vi nga puna, gjej kalamajt vetëm. Si i ke thash, nuk me ndohë pak për kalamajt, si lekët vogla, jam bajt ti thaja, si që kam bajt unë bajt ti tha. Kam folje me të person tjetër, që im ka thënë nuk tera ta mera me zorë. Fëmijët e kërkojnë nënën? Fëmijët jo se kam parë, diçka që ato kanë një si rrejtje me të vete. Nuk po flasë për të të voglën, për këto që kuptojnë. Po pse çfarë të kanë thënë vajzat e rritura? Çuni dhe vajzën kanë thënë që fliste me dika tjetër dhe kur vije ti, thoshte ati personi tjetër që merri burrit do të marr pastaj. Shumë gjëra të rënda. Jo, unë jetoj aktualisht vetëm fare. Ikim punë në orën 8 mëngjesit, kalamaj i le vetëm, deri 4 masdite. Po për gocën 1 vjeç e gjys kush kujdeset? Vetëm i le. Romeo. I le vetëm laj. Uroj që të na ndjeki në këtë live dhe të vi turp që braktis fëmijët dhe ti i detyruar në të kushte i bllokon fëmijët në shtëpi mos vënë në shkollë. Por kjo nuk është zgjidhje, Romeo. Zemër, përshëndetje. Përshëndetje. Sa e bukur që qen ke ti. Ty të ka marrë malli për mamin? Po. Dëshiron t'i thosh diçka mamit? Hajde këtu. Të vi aty se ty të ka marrë malli? Po. Po për motrën e vogël që i dëgjoj zërin, ti kujdesesh apo vllai? Unë. Ti kujdesesh? Nëse mami jot do të dëgjonte, çfarë do i thuash? O mami, hajde prap në shtëpi. Këtë i kërkon? Po. I dëgjuam të momente të trishta të këtij babai, i cili ishte i vetëm që kujdesej për 4 fëmijët e mitur duke i lënë vetëm në shtëpi sepse duhet të punonte dhe fëmijët mbi të gjitha nuk shkonin as në shkollë dhe nuk ushqeshin dhe nuk rriteshin me dashuri. Ditën e djeshme në mbrëmje, Romeo më dërgoi një mesazh dhe më kërkoi ndihmë. Në fakt u mërzita kur e lexova atë mesazh. Kërkon që t'jetë këtu në live më odetën, sepse ka një kërkesë për 4 të vegjëlit e tij. Hap dritaren dhe përshëndes Romeo. Romeo, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, po çfarë ishte ai mesazhi që më dërgove dje? Po mesazh që më erdhi nga shpirti brenda që nuk po mbaj dot më. Jam shumë i ngarkur. Kalamaj i gjej gjithmonë i gjej, jo vritet njëri, vritet tjetri. Fri kam t'i lë shtëpi vetëm. Se jam tërë ditën punë vaj. Dhe ke vendosur ti dorëzosh një jetimore? Të pakën 3 gocat e vogla, 3 gocat, çunin do të mbaj vetë. Dhe me i farë moshe. Po mirë, nëna e tyre e ke kontaktuar dhe i ke thënë që do marrësh të vendi? Jo, nëna e fëmijëve. Jo, s'ka kontakt fare me te. Ajo që kur ka iku nuk është kthyer më? Jo. Po është e dhimbshme t'i lësh një jetimore. Po çfarë bëj, këtë lloj situate jam, nuk mundem dot se jam vetëm. Sa vjeç janë vajzat e vogla? Goca e vogël është 2 vjeçe, ajo është 7, tjetra 6. Kan frikë të shtëpiu vetë, kan frikë sinqerisht. Por djali sa është? Çuni është 8 vjeç. Dhe ti mendon që 3 vajzat i dorëzosh një jetimore të mbash vetëm djalin? Po, dhe me farmoshe me drejtësimi gjithmonë. Ke folur aty në nuk kam rrugë tjetër. Po mirë, me ish vjerën tënde, ke folur të kërkosh ndihmën e tyre? Unë me te kam kontakt 5 për natë, po ajo nuk mundet si ku një ditë i mbaj do se e punon 2 turne, ka dhe valde veta, ka gjëra tjera për të larë, është detyruar punoj 2 turne që të lajë dhe gjërat e veta. Edhe nuk ka kusht i mbaj shtëpi ato, gjatë ditës, kupton?
Por, ja ke komunikuar ish vjerës që do t'i dorëzojnë një jetimore? Ja kam bërë bisedën, ajo ka thënë mos gjoqa, thonë njerëzit, mirë nuk është. Po tani ti e di vetë se ti po i mban dhe ti e di vetë sa bëj që duash. Nuk janë si pare si fundit. Por ish nusja juaj, tani që është larguar, nuk ka kontakte fare me prindrit e saj, me nënën? Jo, fare, jo. Po ku ndodhet ajo? Nuk e di se ka me dhe, nga ne në Kosovë, në Maqedoni nuk ka një vendodhet sakte, nuk e di fare. E të mërshme, të më thënë ajo i ka braktisur për gjithmonë fëmijët. Po, Romeo, ti e ke bërë divorcin? datën 23 tani kam seancën e parë. Që do bëni divorcin? Po, Që jam e sigur që ajo nuk do paraqitet. jo, s'ka shanse. Por fëmijët janë të vegjël, nuk ja ke komunikuar këtë gjë. Jo, fare, s'ka komunikuar në vijë, s'ka pas fare kontakt me ne. Ju e flas fëmijëve në shtëpi, nuk i ke komunikuar asgjë ata janë të vegjël, çfarë do i thuash? Çfarë ti bëna më për ti çfarë ti? Ja kam bërë bisedë. Çu. Ja kam thënë që babi më i vend që ka kalamaj, dorinë ti do knaqeni. Po? E çfarë kanë thënë? Një babi. Do vjen, po çfarë thonë ato tjetër? Po mirë, Romeo, nga ana jote, nuk gjen dot mundësi të të ndihmojnë? Nuk ndihmon njëri. Kush po ndihmon? Nga familja jote e kanë fjalën. Kush? Nga familja jote e kanë fjalën. Nuk ka, po pas ndihmon motra është punë gjatë ditës, nuk ka 3 kalamaj për vete. Nuk se vaj kanë kalamaj për vete, nuk i jet kohë, ja di maj një herë dy herë. Nuk i maj dot. A ke kërkuar ndihmën ti tek ata, se është shumë e thjeshtë i dorëzosh një jetimore, brenda ditës ti marrin fëmijët, por problemi është që ata fëmijë është gjuna Zoti me prindër gjallë, me baba dhe nën gjallë të rriten një jetimore, është e dhimbshme. Tani ja them vllai një gjë, tani mirë e dhimbshme është. Tani unë kam mirë të gjej, largo Zotit Beku, shtëpi kalamajt apo si çore ti. Çfarë i bie? Romeo, i ke Ja për di që çfarë gota vogël kanë me xham. Që janë të banjo. Janë vetëm, nuk është janë me njerëz 2 vjeç ajo tjetër. i qartë e kuptoj, por me sa kuptoj unë dhe familjen tënde nuk e ke mbështetje se tani të ndodhi kjo gjë. Nusja të iku, zuri një tjetër të la dhe fëmijët aty të vegjël. Nuk kam se edhe mami se kam, ka lënë ma të vdekur, thonë. Nëna e ndjerët ka vdekur. Romeo, ke shkuar në bashkinë e qytetit të Lushnjës, se ndoshta të japin ata një bonus që ti mos punosh kujdesesh për fëmijës sa të rriten. Me gjo. Qa bonus dhe japin e to? Ato në momenti që ajo u lërgua kam qenë janaj që ma një dim ekonomike, po që dhe japin me. Dhe ato ma hoqin, mu jot më japin. A ke shkuar ke trokitur? Se ndoshta nuk e di problemin tënd. Tani me gjo dhe, unë ka vajtë për ndim ekonomike që ta rrulloj, ato thanë nuk bëhet që. Tani që të japin tjetër ato. Si nuk bëhet gjë? Ti je një baba që të ka braktisur gruaji me fëmijë të vegjël, me 4 fëmijë të vegjël. Po hajde thuj tyre. Kusht më shtet. I dashur Romeo, kur ka qenë ish gruaja juaj në shtëpi për herë të fundit që ka takuar fëmijët? Po, në datën 11 shkurt. Të këtij viti. Po. Dhe sa ditë qëndroi ajo aty tek ju? 4 ditë. 4 ditë. Po. As me fëmijët e saj nuk u çmall. Jo. Po për çfarë erdhi? Kur të kishte ndarë? Nuk e di me çfarë motivi, nuk e di, edhe unë si kuptova fare. Të dha një shpjegim, një arsye? Po mu shpjegim dha ajo, se bëra pak më bet darke dhe i thash pse ike qysh e bëre këtë, kërcenonte më tha. Edhe ika nga frika, po pse s'më them mua ti tha kërcenonte se kishte ka polici, ka shtet, qysh. Mëse këto, Romeo, pa e pare gjukura të gruan tënde se këto janë justifikime. I ka unë se më kërcenonte. Kush e kërcenonte? Po pra. Se ti nëse bën budalliqe dhe lidhesh me burra jashtë martese, do të kërcënoj dashnori. Dhe sigurisht do të ndodhin këto gjëra. Më thoshe mua si burti? Se shtu i bie. Për fëmijët e saj nuk janë ndjeu fare, se shumë e rëndë.
Nuk dua të përtas në këtë live dhe nuk dua të irritojmë, por shumë e rënd tani, domethënë të ikësh të rendesh pas të dashurit dhe të lësh fëmijët. Unë sa do ta kuptoj këtë gjë. I thash, do i praktikoj prapë e majt, për e dytë thashëm, no, se mbaja dot, që më ishte zanë. Por nuk qëndroj me fëmijët e saj? Po pra, jo tha, nuk ri dot sa, do ikësh. Se s'don ta ishte fëmijë. Po mirë, mund të merrte fëmijët dhe të jetonte me fëmijët e saj. Po pra, s'don të fare me të. Por në kohën që ajo erdhi, u rikthye, prindrit e saj erdhën e takuan nëna, babai, çfarë? Jo, nuk donte më e vet kishte kontakt fare me të. Pra prindrit i kanë zënë derën. Po. Të mërshme, por fëmijët e kërkojnë nënën? Jo, fare. As djali që është 8 vjeç që është pak më i madh? Jo. Absolutisht. I dashur Romeo, unë që në këto momente lidhe me shërbimin social shtetëror, i kam kontaktet, e paraqes rastin tuaj, një baba që nuk i mban dot fëmijët, kërkon të dëshdojnë jetimore, Mundën do të më, po. ata që nesër vini marrin fëmijët, se më ka ndodhur shpesh dhe në program, që na kanë sjell fëmijën dhe na i kanë lënë këtu në ambientet e punës ku unë punoj dhe kanë ikur dhe janë ndërzuar në jetimore, por duhet ta mendosh mirë. Romeo, është një vendim që, okej, ti je i rritur e vendos vetë që në fundja ata fëmijë mund të jenë më të sigurt një jetimore se sa me ty, siç po e përshkruan ti. Por duhet ta mendosh mirë se do i largosh përgjithmonë nga vetja jote dhe ata fëmijë do rriten pa dashurinë tënde nesër. Jo, nuk po them përgjithmonë vllai, do ta them me një marrëveshje me për 3-4 vjet, për 2-3 vjet si jesh. Po me gjithmonë me drejtimin. Por djalin kërkon ta mbash vetë? Dhe çuin të ta mbaj vet, po. Djalin je në gjendje ta mbash. Çuin e kam mashallah, po do të jetë ato çu arrakada dhe ato i kanë frikë. Janë të vogla. Po janë të vogla, do kujdesin e vetë ato. Por djali si ka reaguar? I ke thënë djalit që motra do shkojnë në një vend tjetër? Se Jo, si kam thënë, nuk i kam thënë. Romeo, vërtet nuk ke asnjë ndihmë, qoftë të ndihmoj për fëmijët i laj, dikush t'i bëj, qoftë motra, e kuptoj që motra mund të jetë e martuar, s'do ta paragjykoj, por tani kur vllai është në një situatë të tillë, të gjithë bëhen bashkë, i japin një dorë për ta ndihmuar. Po ja pse mund tani motra vjen për shembull një herë 2 javë ose një muaj ka raste se ka dhe ajo gjërat e veta nuk i dis. Nuk i paragjykoj to se them që s'kam njerëz për të ndihmuar. Ka dhe dorët e veta. Nuk e di do të vi një herë 2 herë për shjetë ajo. Romeo, unë jam e sigurt që këtë live, nëna e fëmijëve të tu, si quhet, ma kujto dhe një herë emrin? Nuria. Nuria. Unë jam e sigurt që Nuria do e ndjeki, mos sot, nesër apo pas nesër, do e ndjeki këtë live dhe do e mësoj dhe më vjen keq që një nënë e mëson nëpërmjet një live-i, nëpërmjet një video në YouTube që fëmijët e saj do përfundojnë në jetimore. Është e dhimbshme kjo gjë që ndodh, por ky është realiteti dhe nuk e çfarë të thuash tilla situata. Do dohet i thoshe diçka Nuries? Nëse jo ndjek, do të thoya kaq. Që më mirë i kam t'i queti e jetimorja dhe atë mos e pafsha më sy. Se apo ti donte fëmijët e vet, rrinë aty me kalamajt. Edhe unë mos më donte o gjithja unë shumë shtëpia, vetë rrinë me kalamajt. Po e kam 100 herë më mirë atje, e dhimbshme është nuk e diskutoj, po atë nuk i shoh me fytyrën. Romeo, sa vite që ndruat bashkë martes? 11. Dhe pas 11 viteve ajo të tradhoi dhe të braktisë. Po. Mendon se ndoshta ke gabuar ti dhe në një farë mënyrë e ke detyruar të largohet? Jo, as pak. Përkundrazi e mbaja pranë dorës. E vish pyetësh një lushe të këtu. Si e mbaja unë vetë. Nuk e mendoje që do arrije në këtë pikë. Ja, me të pikë s'kam nuk kam nga mbaj mend. Por në këto momente që flasim bashkë, ti nuk je në shtëpi, e shikoj, fëmijët vetëm i ke lënë? Jam ja dhe unë sa marrova punë vetëm ja. 8 orë, 9 orë vetëm. Prandaj kam dhe frikë dhe vetëm. Ju lë ushimin gati dhe ja bëj gati dhe i pjesë. Shumë e dhimbshme, Romeo, sinqerisht. Ndoshta është më mirë që të përfundojnë një jetimore sa të rriten në këtë lloj forme, njëherë të kenë të hanë, njëherë mos të kenë të hanë. Po them vllai, nuk është jetesë që bëjnë ato. Ato s'kan fajesh. Nuk e kanë për që të bujë të pjesë. Te atë vesh.
janë të pafajshëm, e kuptojnë. Një fëmijë që do vetëm lodra të luaj dhe të jetë i lumtur me nënën dhe babain, fatkeqësisht fëmijët e tu nuk e kanë këtë mundësi dhe kjo është dhimbja më e madhe. Për një nënë që Goca vogël është akoma fëmijë 2 vjeçë. Ku lihet vetëm? Lihet vetëm ajo? kush kujdeset për atë, djali? Çuni goca madhe, e ushqen ajo, e ndron ajo goca. Është shumë e dhimbshme, sinqerisht. E dhimbshme nga ana jote që do ndahesh, duhet të dish një gjë që sa do të shkosh ti në jetimore do i takosh një herë në muaj, një herë në 2 muaj. Po. Do rriten pa dashurinë tënde. Atë se diskutojë dhe po ja çat vetëm. Dhe fëmijët nuk është një javë, 2 javë, 1 muaj. e qartë. Të paket duhet 3-4 vjeç të vinë tamam. Jo, e qartë, unë të kuptoj shumë mirë dhe ta thash dhe pak më parë, më mirë të përfundojnë një jetimore se sa të rriten ato dhe kushte. Por duhet të dish një gjë, që fëmijët që rriten pa dashurinë e nënës dhe babait është jo e dhimbshme, por super e dhimbshme. Të mendosh që i kanë gjallë, se është ndryshe kur janë jetim, fatkeqësisht kanë humbur nënën, babain nga kjo jetë dhe janë të detyruar të rriten një jetimore. Por që të kesh prindër i gjallë dhe të përfundosh një jetimore, kjo është dhimbja më e madhe për një fëmijë. Sepse do rritet nesër, një babai vetëm që nuk ka asnjë lloj përkraje, asnjë lloj ndihme ç'a mund bëj. E qartë, Romeo, ata fëmijë do rriten nesër dhe do i shikojnë gjëra të ndryshe. Unë uroj që në jetimore të kenë gjithçka, t'i ofrohet gjithë shërbimi dhe padyshim që në jetimoret nuk do t'i mungoj ushqimi, nuk do t'i mungoj shkolla, sepse fëmijët e tu shkojnë në shkollë. Po pas kam vale se ja kam dërpyer shkollën, se kam marrë çuni në shtëpi, kupton? Më kujtohet nga era e parë që më the në është tmerr. Fëmijët nuk vjen as në shkollë, atje s'do i mungoj shkolla, s'do i mungoj krevati, ushqimi i shëndetshëm. Nuk do t'i mungoj asgjë, por aman do t'i mungoj ai ushqimi shpirtëror. Ajo përkëdhelja, ajo puthja që i jep në darkë nëna dhe babai fëmijës, është gjithçka për një fëmijë. Kështu që duhet ta kuptosh dhe këtë gjë që ata fëmijë do rriten pa dashuri dhe nesër do jenë të ftohtë ndaj teje, merre parasysh që kjo gjë do ndodhi, nuk ka si të ndodhi ndryshe. Por aman, tani ato të rriten pa dashurinë time apo largo Zot biki një fëmijë nga duart, ose çysh atë të gjej. Jo, i thjesht po të përgatis dhe të dish çfarë mund të ndodhi. Duhet i kuptosh këto gjëra, sepse të ndash dhe një vëlla nga motrat nuk ka ku të shkoj më dhimbja, e kupton? Nuk ata janë të pafajshëm, erdhën një jetë nga 2 prindër që nuk ishin të Zot dhe të aftë i rrisnin, përfundojnë një jetimore dhe ndahen nga njëri tjetri dhe mos haro që 3 vajzat e tua nuk do jenë bashkë në një jetimore. Ato do ndahen. Njëra do jetë në Tiranë, tjetra në Shkodër, tjetra në Sarandë, se ndahen në grup mosha, nuk rrin bashkë. Që nuk i mbajnë bashkë? Jo, nuk rrin bashkë. Fëmijët në jetimore ndahen sipas grup moshave. Një fëmijë 2 vjeç nuk mund të rri me fëmijën 6 vjeç. Do ndahen, e kupton, nuk do njohin njëri tjetrin kur të rriten. Do më thënë, kjo është e dhimbshme. Po beta, po unë s'do t'i le, ku t'vinë në jetë, unë po them me gjimi farmoshe me drejtësimin, unë nuk e Romeo, unë uroj që ti të stemosh dhe ti jesh i aftë i rritësh fëmijët e tu, por nuk janë fëmijët plaçk që po t'i lënë ti 2 vjet dhe do vi ti marrun pas 2 vjetëve sepse do ta shpjegoj shërbimi social të gjithë procedurën që ti do firmosësh. Dhe në momentin që ti, i dashur Romeo, nuk do e zbatosh atë që ke firmosur, të ishet e drejta e kujdestarisë dhe ju kalon automatikisht kujdestaria jetimores, institucionit dhe jetimoria pasaj ka të drejtë birësimi. Ta them këtë nga eksperienca, ka pasur plot baballar që ka thënë do t'i dorëzojnë jetimore 2 vite, 3 vite dhe do vete ti marë, janë martuar, ka lindur e ca fëmijë të tjerë dhe nuk e kanë kthyer kur kokën më pas. Po tjetë për të birësur, jo, ashtu s'duhet. Jo, njëri nuk t'i bërson. Ti do padyshim që do i japësh kushtet e tua dhe do bësh në një farë mënyrë një lloj kontrate me institucionin dhe do firmosësh. Por nëse ti ato kontratë nuk do e zbatosh, duhet të dish një gjë që shteti të merr kujdestarinë e fëmijëve, sepse gjëja më e shtrenjtë. Atë e di pa diskutim, atë e di unë. Romeo,
ju e keni marrë këtë vendim, unë është e kohë të lodhem të kthej mendje dhe nuk kam se ta kthej mendje kur ti ngre duart lart dhe thuaj nuk i mbaj dot. Është e kuptueshme, të kuptoj, nuk të paragjykoj, por thjesht si nën që jam, aq shumë më dhimbse në ata fëmijët e tu që do ndahen nga njëri tjetri, që do jenë pa babain, pa nënën, do rriten një jetimore, është shumë e dhimbshme. Sinqerisht, fati tyre i mirë. Realisht, por tregohu i kujdesshëm, të shkosh ti takosh, të qëndrosh pranë tyre, sepse unë do lidhem me shërbimi social shtetror në këto momente, do t'ju vë në dispozicion. Ma bëj këtë bisedë që thash, po. Do t'ju vë në dispozicion numrin tuaj, ata do të marrin dhe patjetër që do bëhen procedurat dhe fëmijët do t'i marrin. E di që është dhimbje e madhe, por uroj më të mirën për fëmijët e tu. Të kenë fat paktën në drejtime të tjera. Mirë. Do jemi në kontakt bashkë, dakord Romeo? Gjithë të mira, të përshëndes, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Mirë, ndodhë edhe kështu. Fëmijë që kanë lindur të jenë të dënuar, të rriten në jetimore, kështu e quaj, të dënuar sepse prindrit i kanë jetë. Ti jesh jetim me 2 prindër gjallë dhe të përfundosh një jetimore është një dhimbje e madhe dhe mbi të gjitha 4 fëmijë që mund të ndahen nga njëri tjetri, por ky baba e kuptoi, është i pafuqishëm të kujdeset për ta, t'i rrisi dhe kërkoi ditën e sotme këtu në live me Odetën që t'i dorëzojë një jetimore. Unë do lidhem me institucionet, këto procedura do bëhen në ditët në vijim dhe uroj që një ditë ata fëmijë të paktën të bashkohen me babain. Por një mesazh kam për nënën e tyre, zonjën Nurie, e cila nëse është duke më ndjekur në këtë live, të kuptoj që këto gabime të mëdha që ajo po bën sot për fëmijët e saj, një ditë do t'i pësoj mbi trupin, mbi veten, mbi jetën e saj. Kështu që të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj që përpara fëmijës nuk vihet as burri, as i dashuri, as kush. Kudo që ajo mund të ndodhet, të kthej kokën pas dhe të kujtoj 4 të vegjlit që po rriten pa imazhin e saj dhe gjithë jetën do t'i mungoj figura e nënës, nëse ajo nuk do kthehet më kurrë tek ata. Uroj dhe shpresoj që këto gra të cilat i braktisin fëmijët t'i thrasin mendjes një ditë, t'i thrasin mendjes çfarë po bojnë dhe ku po shkojnë. Kur vi nga puna, gjej ka ta majt vetëm, është me dikët tjetër, po. Kthehet për hir të fëmijëve. Ty t'ka marrë malli për mamin? Po. O mami, hajde prap në shtëpi. Romeo, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Më dërgove një mesazh dhe më erdhi keq për atë që pas ka ndodhur. Po bërë rreth 2 muaj, më tërë. Të ka ikur gruaja nga shtëpia? Me ka ikur nga 4 kalamaj, pa dinin time fare, as nuk më tha, as nuk më beri, dhe kur vi nga puna, gjej ka ta majt vetëm, dhe më ka thënë që do iki deri tek parukierja, do ish pak vetullak, edhe më tha do vënohesh, unë i thash jo. Erdha shtëpi, prit e s'ka, me të mek që do kthehet nga vetullat, do vi shtëpi. Erdhi mbas ditja, erdhi darka, nuk u bëj gjallë, dhe vajtën polici bëra denoncim. Qa moshi nga fëmijët? Goca ta marrë nga e vogla. Goca vogla është 1 vjet e gjys. Goca e tretë është 5 për 6. Goca tjetër 6 për 7 dhe çuni e kam 8 vjeç. 4 fëmijë të mitur që i ka lënë nëna dhe ka ikur. I braktisë dhe iku nuk mendoj fare, edhe unë kam një qizim 25 minuta që kam këtu, që kam bajtur, që kam folë në datë 8 iku, datë 13, kam pas kontakt me atë person që ai e ka akoma. Por ndalemi dhe do të pyes dhe ma shpjego këtë histori. Romeo, çfarë date ka ikur gruaja? Nëntor? Në datën 8 më është larguar nga banesa. 8 nëntor? 8 nëntor. Ajo iku dhe nuk të njoftoi asgjë? Fare. Ajo ka ikur me një person tjetër? Është me dikët tjetër, po. Por ju e kishit dyshuar që ajo të tradhonte? Shikoj tani. Tregojmë realist,
nuk është se kishte larguar diçka në lidhje bashkëtorë, kupton? Po. Që unë të dyshoja, aq thellë. Pastaj javën e fundit sikur rash pak ndini, thoya më pak telefonin, nuk më jepte telefonin dorë. Dhe këtu thashë po ajo e ka diçka. E kisha atë dyshimin, kupton? E qartë, por Romeo, në momentin që ajo iku, nuk u kthye më. Ti kur kaluan disa ore, more në telefon gruan? E kishte numrin e bukur faktikisht. Atë numër që isha bler unë se nga mos pagesa e kontratës, se edhe s'kemi pas edhe imi që kukarent ishem. E qartë. Nuk i punonte telefoni ditën që iku. Si? Ditën që iku nuk i punonte telefoni. Jo, nuk punonte numri fare. Por si u lidhe ti me atë? Pasi bëre denoncimin në polici, ajo reagoi? Do të them unë diçka se unë si u lidha unë me aq sa unë truk kisha dhe veprova. Kisha kartën e identitetit të foton të saj. Po. Dhe bëra pyetje, ka marrë kjo kartë për shembull numër të ri, po tha filani, një shoku im që më njihte se nuk lejohet të japin kështu po më madha. Dhe unë mora. Ti zbulove që ai kishte marrë një numër tjetër. Numër të ri dhe kishte bërë edhe roaming për kështu për të folë me Shqipërinë. Po. Dhe e mora. I thash si ke, thash kush jem, tha më, po bënde sikur s'mjifte. Thash le kush jam, se unë atë kam 11 vjet martesë. 11 vite martesë. Sa vjeç jeni Romeo? Më fal që të pyes. Sa vjeç je? Po. Unë 31 vjeç jam. Po ajo? Ajo bëri datë 16 dhjetor, bëri 29 vjeçe. 29 vjeç, po? Si ke thash, nuk mendova pak për kalamajt, si lekët të vogla jam mbajt ti tha, si që kam mbajtur unë mbajt ti tha. Po të tregoj ku ishte, me kë ishte? Shkoj tani. Komisariati të shteti më informoi se kur ajo ka të në Maqedoni, ndodhet Maqedoni. Pra, policia nëpërmjet sistemit tim se ka kuptuar që ajo ka dalë nga Shqipëria dhe ka hyrë në Maqedoninë e Veriut. Maqedoni, po. Po? Po. Dhe ka marrë veçësh Maqedoni dhe kam pas kontakt dhe kam igjizimet këtu që kam folje me të person tjetër, që ai më ka thënë nuk tela ta merra me zorë. Dhe një diçka unë i thash, ajo nëse do të kthehet te fëmijët e vet, lutem mos e pengoj thash, po kam gjur një kërcënim që i tha, hajde afro këtu i tha asaj. Edhe i gjunte që gjoja unë dhe i thoshte kallxoja do me ik. Ai thoshte jo. Tani Romeo, se është shumë e rëndë, ti këtë telefonat e ke ingjizuar? E kam të ingjizuar këtu. Sa herë fole ti me gruan tënde? Një herë të vetme. Një herë të vetme dhe që në atë herë që fole ti arriti ta ingjizoje? Po, e ingjizoja një sepse kishte telefon tjetër thash se mos më duhet, kupton? Se unë jam në proces gjyqësor. Për divorc? Për divorc, po. I dashur Romeo, por ajo të tregoj ty që jam me një person tjetër dhe më pas ai të doli në telefon? Po, fola me personin njerën, me atë që është ajo, pastaj më zori atë. Se i thash nga mos mirëkuptimi që ose njifja nga gjua, po, se kështë gjuën e shumë të rëndë, po, i thash më nëzira atë që të qerohem. Po mirë, kur ti fole me gruan tënde, ish gruan tënde, sa ajo ka ikur tani dhe pse ligjërisht ende nuk e divorcuar, ish ngelet, sa ajo jeton me një tjetër. Nuk i the po fëmijët nuk si i braktise? I thash pra dhe mos më merrte mend, i thash jo një herë, po 2-3 herë nuk më jepte përgjigje, mbaj ti si që kam mbajtur unë tha. Po si ka mbajtur ajo? Keni qenë bashkë, keni mbajtur të dy? Unë kam qenë dhe një situatë vështirë që unë në shtator theva kemë dhe 2 muaj kam qenë në Paterica. Ajo ka vazhduar se unë ku dia unë arrinte dhom tjetër. I dashur Romeo, në momenti që ja ka ikur ka 2 muaj, ke folur me njerëzit e saj, e din prindrit e saj, e din motrat njerëzit e saj, mamaja vet e erdhi këtu, bëri denoncim, tha mos u mërzit, ajo si që e kërkoi do ta gjej, mbaj fëmijët fort, është mërzitur dhe është shkreta, është bërë tym, qanë kur shikon fëmijët, sidomos të vogël një vjeç e gjys. Fëmijët e kërkojnë nënën? Fëmijët jo se kam parë, diçka që ato kanë një si rrejtje vetvete. Nuk po flas për të vogël, por për këto që kuptojnë. Po pse çfarë të kanë thënë vajzat e rritura? Çuni dhe vajzën kanë thënë që
fliste me dika tjetër dhe kur vije ti, thoshte ati personi tjetër që merri burrit do të marr pastaj. Shumë gjëra të rënda. Pra ajo të ka tradhtuar përpara se të largohej, sigurisht para shumë kohësh derisa erdhi momenti dhe iku. Por ajo që kuptova është që nëna e saj, familja e saj është në mbrojtjen tënde dhe besoj ata nuk kanë kontakte me vajzën. Jo, fare. I tash Romeo, më lejon të pyes si e njohur ti me zonjën, me nënën e fëmijëve? Histori e gjatë, po ja do të shpjegoj shkurtimisht dhe pak sakt. Në 2014 nga fundi i vitit, unë ka pas sa telefonat vegjël dhe Facebook, kupton? Po. Thjesht kemi qenë ftesë, kemi shëmbyer llafe, kam nënën Lushnjë, tha do vish takoj. Erdhi e takova, vajta Durrës e takova, e rëmbeva. Jemi ndarë 2-3 punë xhelozie për nga ana ime flas. Kam qenë shumë. Ju jeni njohur në rrjetet sociale, ti jetoj në Lushnjë, ndërsa ajo ku jetonte? Në Durrës. Në Durrës. U takuat dhe pas sa kohësh u martuat, le të themi që e kurorzuat martesën? Shiko tani, unë u njoha me te dhe pas jo më shumë se 3 muaj unë e rëmbeva atë. E rëmbeve pa lejen e familjes? Pa lejen e familjes. Por pse bëre këtë veprim? Po e bëjmë se u deshëm, ato i kishte bërë një bisedë dhe nuk doni si gjithë keqen. Ke qenë i ri atë? Ke qenë sa vjeç i bie? Ke qenë 20 vjeç. 20 vjeç. Ajo sa vjeç? Ajo ka qenë 17. 17 vjeç, edhe ajo ka qenë shumë e vogël. Por pasi ti e rëmbeve, çfarë ndodhi? Nëna dhe babai i saj të denoncuan? Ja çfarë ndodhi? Më pak se 2 orë ato më erdhën në shtëpi mu. Vjera dhe vjeri. Nga momenti që unë rëmbeva, më erdhën në shtëpi. Po. Më morën tek, domethënë një ish vjera i, më mori tek mamaja vet. Aty rrinja ndej sot me gjithë gocën tim, tha. Dhe unë do ta marr gocën, tha, që tek lagji im kur jam unë, tha që tapet nami që unë gocën e martova. Do vish në filan ditë, tha, do i vesh një shenjë. Unazë. Unë nuk e njeva, thash me merë, thash unë. Me merë ish nusja mu, duke i qarë, i thot pse më le tikja, ato s'mjapin me. Le të themi që të ngriti një kurth nëna e saj që ta merrte vajzën dhe mos ta jepte më. Për ta marr. Dhe ka pas punuar atë linja e trenit, kupton? Po. Me merr telefon, unë po vi tha ajo prap, erdhi vet prap. Kishte ikur nga shtëpia ajo, pa leje dhe erdhi prap te ty. Erdhi prap te unë. 2 vjet kemi qenë pas celebrim. Bashkëtuat me njëri tjetrin. Ta bëm çuni pastaj, 2017 kemi bërë celebrim. Por familja e saj e pranoi martesën? Po e pranoi dhe nuk kemi pasur kontakt 2 vite me ato. Por pse nuk të doni ty si dhëndër? Nuk të doni ty apo goca ishte e vogël dhe nuk doni ta martonin? Ja, gjë e parë dhe gjë e bazë që një prindër do për fëmijën. Është banesa. Pse ju jetonit në kushte të vështira? Kushte shumë vështira, të varfër, me shtëpi përdhese, me qëra. Ju nuk keni një shtëpi tuaj, jetoni me qëra? Jam me qëra, jam me qëra. Romeo, por ju prindrit i keni, me kë jetoni? Mo mami ka 6 muaj që më ka lënë, ka vdekur. Ngushëllime, vi ka keq. Vetëm babin kam. Pra, jeton vetëm me babin, tani? Jo, unë jetoj aktualisht vetëm fare. Ikim punë në orën 8 mëngjesit, kalamajë le vetëm, deri 4 masdite. Po, për gocën 1 vjeç e gjys, kush kujdeset? Vetëm i le. Romeo. I le vetëm laj. Po kur ve në shkollë fëmijët, vajza vetë nuk i çojnë shkollë, ja kam ndërpry shkollën se është ja si të them unë se mu ma vën fajin gjithë edhe njerëzit jashtë. Tani çunin e kam pak më të madh. Tek e kisha klas 2. Dhe çuni do të thuar ti kujdeset për këto të vegjël. Gjatë ditës që unë ikim punë se do ushqiem. Romeo. A kupton? Unë të kuptoj, por nuk është zgjidhje kjo. Po çfarë zgjidhet bëj vllai? Në rast të para sa i nënet i vi turp, uroj që të na ndjeki në këtë live dhe të vi turp që braktis fëmijët dhe ti i detyruar në të kushte i bllokon fëmijët në shtëpi mos vënë në shkollë. Por kjo nuk është zgjidhje, Romeo. Romeo, të heqësh fëmijët, djalin, gocat nga shkolla, është
një tmerr në të tilla kushte, pse nuk shkon në bashki të kërkosh ndihmë të shërbimit social? Me gjo lajnë, unë kam vajt në bashki, kam them për gocën e vogël për qerdhe, nuk qajmë nga ato se më kanë ndihmuar me aq sa më ka pas, për regjistrimin e gocës, po goca ti të keken do larjen mëngjes, do veshjen, i dun gjithë gjërat që unë si bëj, si burr që jam si mashkull. Por këto gjëra bëhen edhe kur fëmia nuk shkon në kopësht. Kush ja bën gocës? Po mi pra, nuk se unë në 8 marr punën, tani gocën e la e vesh mëngjes tu sa për shtëpi kështu se atje do te qera do që kushtet keken. A kupton? Kurse tu e le me rroba shtëpie, nuk e vesh aq sa do shteti, qyshte si unë ta çoj me rroba kështu gocën në çerdhe. Romeo, por nuk do të paragjykoj askush nëse ti vajzës i vesh një bluze jo të bukur apo të re, mjafton të jetë e pastër dhe mjafton kjo. Nuk është nevoja që ti të ndihesh në siklet, është një zgjidhje shumë e mirë që vajzën ta çosh në kopësht, mjafton ta pastrosh, ajo mund të jetë me pampers, është e vogël, mund t'i ndrosh pampersin, ta veshësh dhe ta çosh në kopësht. Fëmijët vënë në shkollë, ndoshta babai jot mund të të ndihmojë. Dy gocat nuk do thush pse si çon se janë goca ose kanë jetën përpara, ato nuk duan të venë. Them si ti çoj me zor. Ne ta goca më bëj me gocën. Mi papi mi. Kjo është goca e vogël? Goca e vogël, e. Shtrek shumë. Romeo, më dëgjoj me vëmendje. 9 vjeçarja është me detyrim, prind që nuk i çon fëmijët në shkollë, mund të penalizohet. Unë e kuptoj që ti e bën nga kushtet e cila ndodhesh dhe nuk di si të veprosh, por të lutem gjej mundësinë dhe fëmijët mos i hiq nga shkolla. Do t'i lësh analfabet me një klasë shkollë. Jemi në 2026, Romeo, dhe fëmijët mos shkollohen në shtëmer. Çfarë mendon? Të rinë vajzat pa shkolluar. Po nuk po di çfarë të bëj se jam dhe vetëm, nuk kam as ndihmë të keqen. Të lutem, kërko ndihmë të shërbimit social, nëse nuk e bën do t'i telefonoj unë. Shërbimi social të vitet të ndihmoj. Por ama fëmijë. Nuk po e dalë se jam krau vetëm, nuk po di çfarë po bëj. Një ndihmë ekonomike që kisha ma hoqën. Por a ke vajtur në bashki dhe i ke thënë që jetoj kështu, gruaja më ka ikur, më ka braktisur, se ti e ke denoncuar gruan? Vajta këtu në lushnje, vajta në firë që ne varemi nga firi me këtë ndihmë ekonomike që marrim. Ajo tha nuk bëhet gjë se ti e ke në truallin tënd akoma, duhet bësh 3 seanca gjyqësore që ti ta ndash dhe të përfitosh gjërat që ti duhet. Edhe të gjitha këto duan një vit të ndodhin dhe ti këto një vit do t'i lësh fëmijët pa shkollë, pa ngrënë, unë nuk e kuptoj. Sinqerisht është. Po nuk e di pra. Se di dhe unë ç'të bëj më të keqen. Po mirë, ti ikë në punë, punon tetor. Fëmijët rrin vetëm? Vetëm rrin 3 ditën. Më i madhi sa vjeç është? Më thet. 8 vjeç. 8 vjeç. 8 vjeç. Por pse nuk merr babain në shtëpi të paktën? Babai jeton vetë, por nuk do të vi këtu te unë, nuk e di, se si ka gjërat e veta, jo se nuk dihet rahat, po se di, nuk e di. Nuk e di. Po i babi. Një sekondë i babi. Çfarë po i bën vajzës? Jo, po i ka plokun se e ka pa kapu, pa lastik. Po i kap flokun bisht. Është e vogla? Jo, është kjo, 7 vjeçë. Vajza 7 vjeç. Po, i babi. Ja, një sekondë. Një babaj që do të bëj dhe rolin e nënës. Mos më pyet të keqen vllai se më ka ikur truri këto 2 muaj se edhe nuk jam surt, mbaj 4 kalamaj vetë unë si burr, si mashkull, se si po e bëj shpirti im e di. Po për të larë ti i lanë fëmijët? Unë i la një nga një. Hajde papi. Zemër, përshëndetje. Shëndetje. Sa e bukur që qënë ke ti. Ty të ka marrë malli për mamin. Po. E ndjen mungesën e saj? Ja.
Jo? E, Do me thënë, ka marrë malli e ndjen prezencën e mamit që t'jetë këtu? këtu. Se kupton, nuk e kupton. Zemër e vogël. Ti nuk vete në shkollë? Jo, Çfarë klase duhet të ishe? jas parë. Në klasën e parë, por pse nuk do ti të vesh në shkollë? Këtu. Po shkolla është e bukur zemër, ati do mësosh shkronjat, numrat, do mësosh të lexosh, do mësosh të shkruash, do kesh shoqe. Pse nuk do të vesh në shkollë? Nuk. Kur të rritesh, çfarë ke qef të bëhesh ti zemër? Nuk e di. Dëshiron ti thosh diçka mamit? Çfarë i thuash mamit? Hajde këtu. Afro dhe folim po. Çfarë i thuash mamit? Hajde këtu. Të vi aty se ty të ka marrë malli. Po. Po për motrën e vogël që i dëgjoj zërin, ti kujdesesh apo vllai? Ti kujdesesh? Qumshin ti ja bën dhe ja jep? Jo, s'është me qumë, është nga dhe ushqim. Ha dhe ushqim. Ti e kon motrën? Po. Po pampersin ti ja heq? Dhe Belinën. Po. Romeo, largohe vajzën, është e dhimbshme, largohet, le të largohet. Është 6 vjeç, ti ja ke ndërprer shkollën, se nuk mundesh dot ta çosh. Ajo 6 vjeç fëmijë me sy të brisht dhe dukesh që ishte një fëmijë i vuajtur, dukesh nga sytë e saj, ajo të ushqej një motër të vogël, të ndroj pampersin, t'i bëj gati ushqimin, të bëj rolin e nënës kur vetë është fëmijë. Kjo është e patolerueshme. Të lutem, kërkon ndihmë të shërbimi social dhe mos i lër fëmijët në këtë gjendje shumë e rëndë. Nuk kanë faj ata fëmijë që janë ëngjëj të rriten ashtu. Nuk kanë faj. Unë e kuptoj që ti nuk e ke fuqinë të kujdesësh, t'i pastrosh, t'i ushqesh, nuk e ke. Kërkon ndihmë, Romeo. Nëse nuk do ta bësh, do ta bëj unë këtë gjë, do shkoj unë te shërbimi social për ty. Mirë, atë po moqen dhe këtë që mbaje kalamajt me të keqën vllai. Moqen ndihmë ekonomike që unë i mbaje kalamajt unë atë kisha. Punë zez punoj me rrobë. Ku dëgjon, Bashkia e Lushnjës nuk arrin dot ta kuptoj shërbimi social sepse është alarmante, Romeo, sinqerisht u irritova, është alarmante. Një fëmijë 6 vjeç që nuk shkon në shkollë, një fëmijë 8 vjeç që nuk shkon në shkollë, një fëmijë 7 vjeç që nuk shkon në shkollë, një vëlla dhe 2 motra të mitur që nuk shkojnë në shkollë. Këto mësuese nuk njoftojnë. Duhet të ishte alarmante. Mësuesit nga dalë borxhi disa herë nuk Borxhi, ato kanë të drejtë, o Romeo, ato kanë të drejtë të njoftojnë. Bashkia duhet ishte ngritur në këmbë për familjen tënde, për 3 fëmijë që kanë në shkollën. Duhet ishte bërë alarmante, të vinte të shikosh situata, të merreshin masa për fëmijët. Ke 2 muaj që jeton në këtë lloj kushte. Ko shumë keq, nuk po e dal dot vetë. Po kam as më durim vetë. 9 vjeçar që detyrueshëm e ligj të bëhet nga fëmijët dhe nëse prindrit e pengojnë, penalizohen prindrit. Ku është kjo bashkia? Ku është ky shërbim social i qytetit të Lushnjës? Pse nuk vjen në familjen tënde të shikoj ku jeton dhe të kujdeset për fëmijët e tu? Se di, nuk e di. Se nuk e di çfarë them atij, nuk kam fjalë të them, nuk kam fjalë. Zemër, përshëndetje. Përshëndetje. Sa vjeç je ti? Jam 8. 8 vjeç. Ka marrë malli për mamin. Po. E ndjen mungesën e saj. Po. Po në shkollë pse nuk shkon? Rinë motrës, rinë vetëm ato dhe kamerat për to. Ti e ke lënë shkollën? Qa klase ke qenë? 8 kështu. Klase 2. Në klasën e 2? Po. Dhe e ke lënë shkollën që të kujdesesh për motrën e vogël dhe për motrën tjetër? Po. Por ti ke dëshirë të shkosh në shkollë? Po kam
shumë dëshirë të trimektoja, se janë vetëm. Raft pika mua, ka që i vogël, ti mendon të kujdesesh për motrën dhe të lësh shkollën, por unë do bëj gjithçka që të ndihmoj juve dhe ti do kthehesh prapë në shkollë, sepse shkolla është shumë e rëndësishme në jetë. Po, Nuk të ka marrë malli për shokët, për mësuesen. po më ka marrë malli. U bë 2 muaj që kur ka ikur mami e ke lënë shkollën? Po, Po kur ikën babi në punë, ju çfarë bëni aty në shtëpi? Je ti ai që përgatit ushqimin? po në lëmë babi lekë kështu, ne ikëm dhe të makje marrin gjëra kështu. Dhe qa blini ju? Një molto dhe kështu janë, një kek. Dhe kur vjen babi dhe bëjmë ato. Babi gatuan që bën gjellën? Po, I dashur, po, zemre vogël, unë e di që janë momentet vështira për ty, uroj që të zgjidhen të gjitha gjërat në familjen tënde. Nëse mami jot do të dëgjonte, çfarë do I thuash? o mami, hajde prap në shtëpi. Këtë I kërkon? Po, Mirë, unë të përqafoj dhe të puth dhe do bëj të pamundrën që të vi vet aty në Lushnjë të takoj dhe të premtoj që babi do t'i zgjidhë gjërat shumë shpejt dhe ti do kthehesh prapë në shkollë. Të përqafoj. edhe unë. Tim si na tregon që është në Maqedoni, po se ku qa vendi që shtek. Një nën të thotë që fëmijët mbaj ti se unë nuk kthehem më është e tmerrshme. Shumë të meshme dhe I thash të paktën hajde me këto 2, I thash në 2 të vegjit, edhe të tjetrën të tretën. Dhe më doli ky tjetri. Tha vi marun, tha unë kush je ti që të vish të marrë ti kalamajt e mi, dhe fëmijët e mi. Unë ty s'njo fare tash. Hajde ti bashkë me te po që e meri tash, me mirë kuptim. Por me prindit e saj ka folur? Fare, jo. E ke denoncuar për braktisje? Po. I dashur, Romeo, dua të flas hapur me ty. 11 vite martes nuk janë pak, janë shumë. Po. Në 11 vite martes, si ka qenë jetesa juaj në Lushnjë? Jetesa jonë fillimisht ka qenë me shumë vujtje, realisht. Ka qenë me shumë vujtje, me shumë sakrifica bashkë, kur kemi qenë dhe pa fëmijë dhe edhe kemi vujtur të 2 pa fëmijë që kemi qenë. Herë kemi pas, me pa shtëpi, kemi jetuar tek oborri gjyshës tim me një, si thuash, me një tenë për jashtë. Kemi vujt shumë dhe prapë bashkë kemi qenë, prandaj dhe unë bëja bi që kemi vujt shumë dhe sa u bën mirë, me të me kemi shpinë me qërasi si gjithë tjera dhe rrugulluam disi, tonë. Por pse ti nuk e jetuar me prindrit e tu në fillim? Jo, 2 vitet e para jetuam si keq me prindrit, pastaj unë dava veç, direkt, edhe nuk jetohesh me, do me thënë nuk jetohesh, jo s'isha unë të keq prindrit, po kemi qenë ngusht faktikisht, s'kam pas ato hapësirë të madhe për ndenjur unë. I dashur Romeo, në momentet që flasim, nuk e një motër, një vllaj, një nuse vllaj të ndihmoj? I kam unë, motra kam punë, vllai është në punë tërë ditën, nuse vllai do bëj punë të shtëpisë, do bëj gjellën, do bëj, kanë gjithse kush kanë altë veta dhe nuk e se s'bëjmë unë bazë për tjerët, nuk dua unë ashtu. I qartë, kuptoj që çdo kush ka familjen e vet, por në kushtet në cilat i ndodhesh, ndoshta dikush të japi një dorë të ndihmoj pak për fëmijët. Po, edhe më kanë ndihmuar me asa kam pas mundësi që kanë ardhur, I kanë bajtur fëmijët, I kanë larë, kanë vendur një gjë që kanë pas. Asa ka qenë hapësira, mundësi aty.
Por fëmijët kanë dëgjuar bisedat që nëna bënte me këtë personi dhe ti kanë treguar ty. Po, Fëmijët kanë krijuar urrëtie ndaj nënës? po. Çfarë të thonë? I them unë se ja bene, pyte se si dihet kohë, po jeri mami që do bene, jo ndori me ty, thonë ato. Por Një mungesën e ndjen, nënës vetë ato, po, që do më thonë mua. Por nëse ajo kthehet, ti e ke falur? Gjë e letë nuk është, që është e drejta, nuk është gjë për mua. Është shumë me rend, por për hirë tyre 4 fëmijëve, mund t'i them Jako i ke shpinë, për çdo gjë do të përgjigjem unë, vetëm ti jenë këto me nënën e vet. Ti e drejtuar gjykatës për të bërë divorcin? Po, sot më mori të avokati. Para se të me ti më mori avokati fillim, që ka qurë pa dije, në ka qurë në gjykatë sot. Ndërkohë, në momentin që të ndodhi divorci, nëse ajo paraqitet apo jo, ai divorci mund të ndodhi, kujdestaria e fëmijëve do të kaloj ty dhe asaj mund të hiqet e drejta prindërore nëse ti e ke denoncuar për braktisje. E kuptoj, po, është shumë thamë dhe mua. Po. I dashur Romeo, nëse gruaja që ndodhet në Maqedoni, një person tjetër, s'ka gjë, s'është goca. Priti, babi, prit. Një sekund, ikte motra ti që kukla. Ja, kukla. Ja, babi, kukla. E ke të vështirë të kujdesesh. Nuk është një ditë, 2 ditë, po kam 2 muaj ca, nuk kam dhe unë në atë durime, atë qetësinë e trurit. Ikim punë me mendje mbrapa. Ju lëtë Vi kontrolloj her pas herë. vjeni kontrollon të paktën her pas here në shtëpi. Edhe ve. E kam shumë të vështirë, nuk e di si të shprehen, po e kam shumë vështirë. Kur vjen nga puna, do gatuash, do t'i lash, do t'i ushqiesh. Do gatuaj, do i laj, do bëj punë të shtëpisë, që kam bërë rëmuj se kalamaj, fëmijë janë, do pastroj, që do bëj. Mëngjes do iki, do i lej në gjumë, do i gatuaj që ndarje që ta kem për mëngjes, që i ndanë që unë i madhë atë i japi. E dhim shmash. Romeo, nëse ish gruaja jote do të ndishte në këtë live, çfarë do i thoshe? Unë do t'i thoja që të kthehet për hir të fëmijëve. Vetëm për këta. Jo për mua, se mbas edhe do me. Por vetëm për këto që t'jenë me atë. Ta kenë nënën e vetë pranë. Pra dashuria mund të ketë mbaruar, pa ajo të kthehet për fëmijët, dhe këtë gjë ajo, Kthehet për hir të fëmijëve. nëse ajo do të vazhdoj jetesën me atë person që dashuron, le të vazhdoj, ka të drejtën e saj, por aman të tregohet nën e denj, të divorcohet me ty, të marri përgjegjësinë ndaj fëmijëve, t'i ndani këtë përgjegjësi bashkë dhe secili të vazhdoj jetën e vet. Ka i deshëm, vetëm ka i deshëm për saj. Unë uroj dhe shpresoj që ajo të na ndjeki në këtë live, uroj të reagoj, t'i vëri gishtin kokës, që nuk mund të luhet dhe nuk mund të veprohet kështu me 4 fëmijë të mitur. Romeo, ne do jemi bashkë në kontakt. Unë do bëj të pamundur të lidhem me bashkinë me Shërbimin Social të Bashkisë së Qytetit të Lushnjës për ty. Patjetër do flas dhe me Shërbimin Social Shtetëror, sepse vazhdoj ta theksoj, ata fëmijë duhet të jenë në shkollë. Nuk mund të lihen pa shkollë. Vajza klase parë të lërë shkollën, djali klase 2 të lërë shkollën, apo dhe vajza tjetër që dhe ajo është, çfarë klase është vajza tjetër? Djali është e treta, mos gaboj vajza e dyta. Goca ka qenë kopsht. Vajza është në kopësht e vogla. Pra, djalin e ke në klasë të dytë, vajzën në klasë parë. Klasë 2, kjo klasë parë e në kopsht, po. Dhe vajza tjetër që është 1 vjeç e gjys. Po. Dhe dy vajzat e vogla nuk shkojnë në kopësht, 2 të tjerët nuk shkojnë në shkollë, që në momentin që nëna e tyre ka ikur. Po. Kjo është të mërshme. Gjithsesi do mbetemi në kontakt, do bëj gjithçka për të ndihmuar, sepse më dhimbsen ata fëmijë. Falenderoj shumë në zemrën më trajme. Faleminderit, do mbetemi në kontakt. Mirupafshim Romeo. Mirupafshim, qofsh mirë më trajme.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ditën e sotme shohim një histori të trisht të 4 fëmijëve të mitur që nëna është larguar, i ka braktisur dhe një baba që bënte maksimumin, por nuk mundet dot t'i siguronte një jetesë të mirë fëmijëve. Një baba që ikte në punë dhe i linte në shtëpi duke mos shkuar në shkollë. I premtova që do bëj gjithçka, por do ngre zërin këtu në këtë live për të dëgjuar institucionet, shërbimi social, ai i Bashkisë së Qytetit të Lushnjës të marri masa për këtë baba me 4 fëmijë të mitur. Është e tmerrshme në 2026 fëmijët të mos shkollohen dhe të mbyllen në shtëpi dhe të kujdesen për njëri tjetrin, se babai duhet të punojë, të sigurojë bukën e gojës, ndërsa nëna duhet të largohet me personin që do, të jetë e lumtur atje në Maqedoninë e Veriut dhe të lërë fëmijët të vuajnë. E tmerrshme. Uroj që kjo nënë të na dëgjoj dhe të reagoj, edhe nëse nuk reagon, t'i vër gishtin kokës dhe të kuptoj se çfarë po bën. Nuk e di se si ajo flej gjumë, nuk e di se si ajo ha bukë, kur fëmijët i ka lënë atje me një baba që është me qira dhe vetëm me një rrogë dhe është i varfër. Uroj të bëhet më e mira për ata fëmijë dhe pse nëna i ka braktisur, por jam e sigurt që për këtë histori do reagojnë institucionet dhe shërbimi social. Mirë, ju falenderoj juve që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo ditë ora 10 jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.